Kur hesht produksioni, flet dyshimi. Pse u ndërpret transmetimi live, një nga parimet bazë mbi të cilat ndërtohet Big Brother është transparenca. Jo transparencë absolute, sepse është televizion dhe ka rregulla, por një marrëveshje e pashkruar mes produksionit dhe publikut. Ti na ndjek live, ne nuk fshehim atë që është pjesë e lojës. Pikërisht për këtë arsye, ndërprerja e papritur e të dy kanaleve live mbrëm ka ngritur më shumë pyetje se sa përgjigje. Publiku nuk reagoi sepse pa diçka konkrete. Reagoi sepse nuk pa asgjë. Dhe kur në një format live erësohen të dyja kamerat njëkohësisht, instinkti i parë i publikut është dyshimi. Jo domosdoshmërisht për skenar ekstrem, por për diçka që nuk donin ta shfaqnin. Çfarë po ndodhte mes Limit dhe Albës? Në momentin e ndërprerjes, fokusi i vëmendjes ishte te Limi dhe Alba. Dy banorë për të cilët tashmë ka tension, aludime, afrime dhe distancime që po komentohen çdo ditë. Kjo është arsyeja pse pyetja lind natyrshëm, apo ndodhte diçka që produksioni e konsideroi jashtë rregullave? Apo thjesht diçka që nuk donte ta transmetonte? Është e rëndësishme të theksohet. Askush nuk ka prova se po bëhej diçka e ndaluar. Por problemi nuk është çfarë u bë, problemi është që produksioni nuk dha asnjë arsye. Dhe mungesa e arsyes është ajo që ushqen imagjinatën kolektive. Nëse do të kishte qenë një defekt teknik, pse nuk u komunikua? Nëse do të kishte qenë shkelje rregullash, pse nuk u tha qartë, qoftë edhe në mënyrë të përgjithshme? Heshtja totale krijon ndjesinë se diçka po fshihet. Big Brother live, por me perde të ulura, publiku e di që ka kufi, intimiteti, privatësia minimale, rregullat etike. Askush nuk kërkon që çdo moment privat të transmetohet. Por ka një ndryshim të madh mes mos transmetimit të një momenti dhe fikjes së të gjithë sistemit live. Kur fiket një kamerë, publiku e kupton. Kur fiken të dyja, mesazhi është tjetër, mos shihni. Dhe kur i thua publikut mos shihni pa shpjegim, automatikisht lind pyetja, pse? Kjo është arsyeja pse shumë shikues nuk janë të shqetësuar për atë që mund të kenë bërë Limi dhe Alba, por për faktin që produksioni po e menaxhon situatën në mënyrë të paqartë dhe jo transparente, standardi dyfisht. Një tjetër pyetje që po qarkullon është, pse disa situata transmetohen dhe të tjera jo? Nëse kemi parë më herët afrime, biseda intime, tensione emocionale, pse pikërisht kjo situatë kërkon të errësirë totale, kur standardet nuk janë të qarta? Publiku fillon të dyshojë për favorizim, për mbrojtje të figurave të caktuara, ose për manipulim të narrativës. Edhe nëse këto dyshime nuk janë të vërteta, mungesa e komunikimit i bën të duken të besueshme. Produksioni dhe përgjegjësia ndaj publikut. Big Brother nuk është vetëm shtëpia e banorëve, është edhe investimi emocional i publikut. Njerëzit ndjekin live, komentojnë, debatojnë, lidhen me historitë. Kur papritur u hiqet kjo mundësi pa asnjë sqarim, krijohet frustrim. Askush nuk po kërkon detaje intime apo shkelje etike të transmetohen. Por një fjalë e thjeshtë si transmetimi u ndërprer për arsye teknike ose për arsye rregullash, produksioni vendosi të mos transmetojë këtë moment, do të mjaftonte për të ulur tensionin. Heshtja, përkundrazi, e rrit atë Limi dhe Alba në mes të një narrative që nuk e kontrollojnë. Një aspekt i rëndësishëm është se kjo situatë në fund i dëmton edhe vetë banorët. Kur produksioni nuk sqaron asgjë, Limi dhe Alba mbeten peng i aludimeve. Ata mund të mos kenë bërë asgjë të gabuar, por errësira mediatike i vendos automatikisht në qendër të spekulimeve. Në këtë mënyrë, mos transparenca nuk mbron askënd, as produksionin, as banorët, as publikun. Big Brother është lojë besimi. Në fund të ditës, Big Brother funksionon sepse publiku beson se ajo që sheh është reale, edhe kur është e filtruar. Sa herë që ky besim lëkundet, formati humbet diçka nga forca e vet. Ndërprerja e mbrëmshme nuk ishte problem teknik, ishte problem komunikimi. Dhe në një epokë ku publiku analizon çdo detaj, mungesa e shpjegimit është gabimi më i madh që mund të bëhet. Përfundim, pyetja nuk është çfarë po bënin Limi dhe Alba, pyetja e vërtetë është pse produksioni zgjodhi të mos thotë asgjë, sepse kur një reality show live hesht, publiku nuk qetësohet, publiku dyshon. Dhe dyshimi është armiku më i madh i besimit. Nëse Big Brother do të vazhdojë të quhet real, atëherë duhet të kuptojë se transparenca minimale nuk është luks, është detyrim. Në çdo edicion të Big Brotherit ka gjithmonë një personazh që nuk ndërton identitetin e vet përmes asaj që është, por përmes asaj që kundërshton. Në këtë rast, për mua, Benita po bie pikërisht në këtë kurth.
Mënyra se si ajo flet vazhdimisht për Elionën nuk duket si analizë loje, por si fiksim personal që e ka kaluar kufirin e normales strategjike. Nga jashtë, perceptimi është i qartë. Benita e ndjek Elionën kudo, jo fizikisht, por në narrativ. Çfarëdo që bën Eliona, Benita ka diçka për të thënë. Çfarëdo që ndodh në shtëpi, ajo gjen një mënyrë për ta lidhur me Elionën. Dhe kjo është ajo që në gjuhën popullore quhet gjibjes, jo si fyerje, por si përshkrimi një sjelljeje që nuk të lë të ecësh përpara, sepse je gjithmonë duke parë mbrapa dikë tjetër. Problemi më i madh këtu nuk është Eliona. Problemi është se Benita, duke u fokusuar kaq shumë tek ajo, po e humb veten si lojtare. Në vend që të ndërtoj histori, qëndrim, mendim të pavarur, ajo po kthehet në hije të dikujt tjetër. Dhe në Big Brother, hijet nuk mbahen mend ata që krijojnë dritë ose errësirë vetë. Klodi dhe fiksimi i padukshëm, edhe më i dukshëm bëhet ky model sjelljeje kur vjen puna te Klodi. Pa thënë drejt për drejt fjalë të mëdha, pa deklarata të hapura, Benita jep sinjale të qarta se Klodi nuk është thjesht një bashkëbanor për të. Është dikush që e shqetëson, e tërheq, e nervozon dhe e mban vazhdimisht në vëmendje. Dhe kur një person të rri kaq shumë në mendje, zakonisht nuk është rastësi. Nga jashtë, duket qartë se ajo është e fiksuar pas Klodit. Jo domosdoshmërisht në kuptimin romantik të pastër, por në një përzierje emocionesh, pëlqim, inat, nevojë për vëmendje dhe xhelozi e pashprehur. Kjo është arsyeja pse ajo reagon fort ndaj çdo veprimi të tij, pse e përfshin emrin e tij në biseda edhe kur nuk ka nevojë, dhe pse përpiqet ta ulë figurën e tij përmes fjalëve. Por e vërteta është kjo: kur përpiqesh shumë të bindësh të tjerët që nuk të intereson dikush, zakonisht je duke gënjur veten. Benita nuk po sillet si dikush indiferent ndaj Klodit. Përkundrazi, ajo po sillet si dikush që po mbaron për të, emocionalisht e lodhur, e paqet dhe e paqartë me ndjenjat e veta, nga strategji në shpifje të butë. Ajo që e bën këtë situatë edhe më problematike është fakti që fjalët e Benitës shpesh kalojnë nga opinion në insinuat. Dhe insinuata, edhe kur vishet si mendim personal, mbetet një formë e shpifjes së butë. Nuk është loja e fortë që e bën dikë të duket i zgjuar, është loja e pastër. Në vend që të përballet hapur me Klodin, me Elionën apo me çdo që e shqetëson, Benita zgjedh rrugën e të folurit pas shpine, të komenteve të përsëritura, të nënkuptimeve. Dhe kjo, për publikun, është e dukshme. Publiku sheh kur dikush është i sinqert dhe kur dikush po sillet nga frustrimi personal. Big Brother nuk fal fiksimet. Historia e Big Brotherit e ka treguar shpesh. Banorët që fiksohen pas një personi tjetër zakonisht bien, sepse loja e tyre fillon të sillet rreth dikujt tjetër dhe jo rreth vetes. Ata nuk kontrollojnë më narrativën, reagojnë ndaj saj. Dhe reagimi i vazhdueshëm është shenjë dobësie, jo force. Benita, nëse do të kishte zgjedhur të ndërtonte lojën e saj pa Elionën dhe pa Klodin si qendra gravitacionale, do të kishte pasur shumë më tepër shanse. Por tani, ajo po perceptohet si dikush që ndjek, jo udhëheq, që flet shumë për të tjerët, por pak për veten. Përfundim, në këtë pikë të lojës, Benita nuk duket si një lojtare e pavarur, por si një reflektim i frustrimeve të veta. Eliona ecën përpara, Klodi vazhdon lojën e tij, ndërsa Benita mbetet pas, duke u kthyer gjithmonë te të njëjtat emra, të njëjtat tema, të njëjtat fjalë. Dhe në Big Brother, përsëritja nuk është qëndrueshmëri, është konsumim. Olta ju afrua Albes me hapa të qetë, pa nxitim, sikur donte që çdo fjalë të kishte peshën e vet. Zhurma e studios ishte zbehur, por tensioni ende rrinte pezull në ajër. Alba qëndronte e ulur, me duart e mbledhura, fytyra e saj tregonte lodhje, por edhe një forcë të re që sapo kishte dalë në pa. Olta e pa drejtë në sy dhe foli, me atë ton që nuk ishte as qortues, as përkëdhelës, por i drejtë. Ti duhet të bëhesh xheloze, i tha Olta qartë. Jo për të bërë skena, jo për të ulur veten, por sepse xhelozia, kur është e shëndetshme, tregon që e njeh vlerën tënde. Alba ngriti syt ngadalë. Nuk foli menjëherë. Po e dëgjonte, do bëhesh më mirë. Vazhdoi Olta. Shumë më mirë. Sepse ti nuk ke bërë skena në për shtëpi. Nuk ke britur, nuk ke thyer, nuk ke qarë sa për t'u parë. Ke mbajtur veten. Bravo të qoftë. Fjalët e saj ran butë, por fort. Alba mori frym thellë. Ajo e dinte sa e vështirë kishte qenë të mos shpërthente, të mos humbiste kontrollin, të mos binte në grackën e dramës. Shumë vajza, vazhdoi Olta, kur lëndohen, bëhen zhurmë. Ti zgjodhe heshtjen. Dhe heshtja jote foli më fort se çdo skenë. Alba uli kokën për një moment.
Brenda saj, mendimet filluan të rridhnin. A kam bërë mirë? A jam mbajtur fort apo jam përmbajtur shumë? Por fjalët e Oltës po I jepnin një përgjigje që ajo kishte nevojë ta dëgjonte. Xhelozia, tha Olta, nuk është gjithmonë dobësi. Dobësi është kur humb veten për dikë tjetër. Ti nuk e humbe veten. Edhe kur të dhembi, nuk e humbe. Ajo ul pranë saj dhe vazhdoi më qetë, ti ke zgjedhur dinjitetin. Dhe kjo nuk është gjë e vogël. Është gjë e rrallë. Alba e ndjeu fytin t'i shtrëngohej. Jo nga lotët, por nga ajo ndjenjë që vjen kur dikush të sheh ashtu siç je vërtet. Pa maska. Parole, ti nuk ke bërë skena në përshpi, e përsëriti Olta. Dhe kjo tregon shumë për karakterin tënd. Sepse skenat I bën ai që do vëmendje. Ti do qartësi. Alba foli më në fund, zëri I saj I ulët, unë nuk desha të bëhem ajo vajza që humbet kontrollin. Nuk desha. Dhe nuk u bëre, ja ktheu Olta menjëherë. U bëre ajo që di të mbaj veten edhe kur I dhem. Ajo u kthye pak nga të tjerët, sikur po fliste edhe për publikun, kjo është forcë. Jo britma. Jo lotët. Forcë është të rish drejt kur dikush tenton të ul. Alba ndjeu diçka që po qetësohej brenda saj. Një lloj paqeje që nuk kishte ardhur nga fitimi I debatit, por nga pranimi I vetes, do të vinë momente, vazhdoi Olta, kur do ndihesh xheloze. Është normale. Je njeri. Por tani e di si ta mbash atë xhelozi brenda kufive të tu, pa u shkatëruar. Ajo e shikoi Alben me një buzëqeshje të lehtë, dhe kjo është arsyeja pse them, bravo të qoftë. Alba mbylli syt për një sekondë. Kur I hapi sërish, kishte një qetësi të re në shikimin e saj. Jo sepse çdo gjë ishte rregulluar, por sepse ajo kishte zgjedhur veten, në atë moment nuk kishte më nevojë për shpjegime, për debate, për përplasje. Ishte një çast ku fjala mbaje veten nuk ishte më këshill, por realitet, dhe Alba e dinte, pa skena, pa britma, pa humbur veten, ajo kishte dalë më e fortë.